Sistemi One Stop Shop me Republikën e Kosovës funksionon sipas prishmërive në ditën e dytë të zbatimit të tij. Kolonat e zakonshme mbi 2 kilometra, duket se do të mbeten kujtimi si kaluarës, than udhëtarët që po hynin në Maqedoninë e Veriut dhe Anasjelltës. Nga anketa që kemi realizuar deri më tani në këtë vendkalim, qytetarët të thonë se nuk kanë pritur më shumë se 5 minuta dhe urojnë që ky sistem të funksionojë shumë mirë në të ardhmen, pasi që ka lehtësuar lëvizjen e qytetarëve të dyja shteteve. Rregullisht kalëm, po tash duket që më shpejt kalëm. Ishte e nevojshme? Po, duket që po gjatë kohë dushte. Ju tash po jeni në Maqedoni? Maqedoni, po. Edhe? Shumë ma lehtë. Edhe në qyme edhe në dalme, shumë ma tjetër. Po, normal është shumë mirë, mu bashku dy shtete së bashku më kalo. Edhe tash jeni këtu në Maqedoni? Po, jena ardhë, jena këthy pa problem, edhe besoj që është mas mirë ti mu konë dy atë bashkë. Kur shkut për Kosovë sa presë? As 5 minuta, me njerë u konë. A ke prish shumë kufi? Po, pak, s'ka pas shumë. A është më mirë që u bën ndryshim? Po, shumë mirë. A ki qef ti marrë në Shkup shpesh? Shumë. Në kapë së logjik. Valla duket se ma mirë. Ta shohim me kohën si do jetë. Ju tash po shkoni për Për në Shkup. Shkup? Po. Kishte shumë vetura? Jo, ma pak se herëve tjera. Sistemi One Stop Shop me Republikën e Kosovës u vë në funksion një ditë më parë. Vlen e cilëson si të rëndësishëm këtë sistem si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset. Sipas Vlenit, sistemi i lëvizjes në pikën kufitare Blac, Hani e Lezit, është nevojë e kamshme për qytetarët e të dyja vendeve, por që tani më është realitet. Ky sistem krijon lehtësi për qarkullimin e njerëzve, mallrave dhe biznesit të dyja vendeve. Kjo është një arritje jashtëzakonshme e parafrimit të dy shteteve fqinje dhe mike, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës.